Por sipas një raporti ndërkombëtar, i binte që Shqipëri kishte 4.000 deri në 8.000 milioner, me nga 1 deri në 30 milion dollar, 55 multimilioner në kuptimin mbi 30 milion dollar dhe apo euro, dhe një sigurisht miliarder i certifikuar edhe nga Forbes, siç është Samir Mane. Pra, gati një popullsi sa Erseka ose sa Memaliaj. Këto shifra edhe mund të nxirren, nuk e kishte në cash flow, nuk e kishte në cash, e kishte në asete, në pasuri të patundshme, pra të vlerësuara. Më duket pak shumë, nuk e di, sepse këto duhen analizuar. Mund të shikohen se dy janë burimet kryesore të parave në Shqipëri dhe mund të gjenden, janë pasuritë e patundshme, janë edhe gjendja e parave në banka. Këto kishin llogaritur. Ka institucione. Të dyja të miksuara. Ka dhe bizneset të cilat i vlerëson. Pra i bën një vlerësim biznesit, ka formula të cilët i nxjerr vlerën biznesit. Pa borxhe bëhet fjalë. Po, nxirret neto, po nxirret bilanci, po sigurisht duhet merret një institucion, nuk merren përgjithsisht me shifra të tilla, merren me shifra edhe ato kompani që e bëjnë këtë renditje. Më duket pak shumë që t'jenë multimilioner në këto nivele, megjithatë multimilionerët ishin 55. Po. Kurse milionerët mund të jenë më shumë, ishin nga 4.000 deri në 8.000, nga 1 milion deri në 30.000. Po mund të ketë edhe një llogaritje më të thjeshtë se kaq. E cila për shembull, shif numrin e bizneseve që janë në treg. Pra nëse ne kemi, se tash varet numri i bizneseve, ka dhe biznese numra niptesh fiktive, po marr si shembull janë 120.000 nipte. A këto 120.000 nipte, po themi numri i nipteve që funksionon normalisht janë rreth 30.000. 30.000 nipte funksionojnë krejt normalisht, gjenerojnë fitim, kanë fitim shumë të mirë, si themi. Tatimet, po, paguajnë tatime dhe kanë një fitim i cili është konkret. Dhe nëse ne marrim që kjo familje me një mesatare të këtyre 30.000 për 3, po e bëjmë me 3 persona familjen, se ka rënë koeficienti, nuk është me 4, po themi rreth 90.000 persona në të gjithë të Shqipërinë tonë, pra një familje, se nuk janë vetëm janë burrë, grua, ndoshta babai ose edhe një fëmijë, 90.000 persona janë relativisht shumë mirë ekonomikisht, që duhet të kenë shifrat konsiderueshme. Se sigurisht tu duhen nxjerr. Për një popullsi prej 2 milionë 2.4 milion banor. Kështu që këta 90.000 persona që janë nipte që punojnë mirë, pra ky quhet një model vlerësues, me vija të trasha. Unë e kam parë në një model se ku është bërë. Tash sigurisht mund ta zgjerojmë këtë, se nga këto 30.000 nipte që janë kompani reale që funksionojnë, ka dhe nipte më të zbë, janë dhe 10.000 të tjera që funksionojnë krejt normalisht, po, janë kompani që nxjerrin një fitim të kënaqshëm, nuk janë milioner, po jetojnë njerëzakonisht shumë mirë. Shtohet dhe këtu. Nuk e fashe shtresave të mesme. Po, shtohet dhe këtu një 10.000 tjetër me koeficientin 3 shkon dhe një 30.000. Pra, kemi parasysh një 120.000 persona. Ta bëjmë si përqindjet të popullsisë. Pra, 120.000 janë zora unë nga kjo bisedë që janë rreth mirë, nga këtë llogaritjen e nipteve. Që i thonë, nëse do kishim 10% të popullsisë në gjendje të mirë, siç e kanë 40.000. Ne kemi 120 gjë, pra jemi 5%. Pra një 5% e popullsisë është në gjendje shumë të mirë ekonomike. Natyrisht disa janë shumë mirë, disa janë mirë. Pastaj nën këta fillon dhe shtresa e mesme, se kemi stresën e menaxherëve. Shtresa e menaxherëve që punojnë në banka, në profesionistëve, patjetër dhe paguhen shumë mirë dhe kanë jetesë jashtëzakonisht shumë të mirë. Dhe mund të krahasohen në disa raste me këtë 10.000-shin e fashës 2 të nipteve. Pra, po të bëjmë këtë lloj llogaritje, sigurisht që ka një stres shoqërisë, ajo që konsumon, ajo që vlen, që investon,